Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët të këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot do të flasim për artin, pra për artin e operës, dhe kam dhënë ta kem sot në studio Haris Bajraktarin, i cili është baritoni i operës. Përshëndetje Haris. Përshëndetje Adeja, faleminderit për ftesën. Faleminderit që keni ardhur sot dhe keni gjetë kohë. S'ka përse. A mundesh më na tregu pak për veten? Po patjetër. Unë jam Harisi, jam një bariton 27 vjeçar. Do me thonë, operën e kam profesionin e parë, po jam edhe si dramer e kam si hobi me drums më marë. Të njëtën tem jam marë me muzikë edhe vazhdoj më marë, pe i fëminis. Tregona pak për fëminin. Do me thonë, fëminia jem ka fillu, do me thonë, me nanën tem, që më ka shti më marë me muzikë, do me thonë, ju kësha lutë mos me hi me më lypë si fmi kur kom në YouTube se s'më në një me në gjithë. Do me thonë sekretu më kanë gucë, po i kom pas, po bëja paga i gare, se i kom pas 3 kongë, 3 po më duket ose 5 kongë që mi ka bo nana, edhe kom këndu për e fminis. Do me thonë, masi që i kom kry këtë 5 kongë, jom shkëput pak fej muzikës, mandej jo marrë me drums, kom fillu si dramer mu angazhu ma shumë, mandej puberteti, pak nana, pak ajo, edhe ja nisa mu marrë me operë, do me thonë. Qështu është fillimi i Harisit. Ka dolja ndoshta ndryshimi prej baterive në operë? Nuk e di se si fëmijë jam konë shumë fëmijë hiperaktiv, edhe drumsat jam konë, tupanat jam konë në diçka që e kom gjetë shumë mirë vetën. Po, mandej, nuk e di, mandej e pash që opera është një artë që për mu është diçka shumë ma e thellë se sa mu marrë me drums. Jo që mu marrë me drums është keq ose çka po di une, po opera është një artë shumë i plotësume dhe një artë shumë i kompletume, me thonë, që do më thonë i përmban ndër vete shumë, do më thonë shumë sene, për shembull, e ki përveç artin e orkestrës në këtë rast që është një muzikë shumë e bukur edhe një muzikë që tjetë në kry, është mandej edhe pjesa e aktrimit edhe pjesa e këndimit që në 2 sene totalisht din mu konë ndryshe me njëna tjetërën, edhe na si këngëtar të operës, këto i bim bashkë edhe mandej e shfaqem një diçka shumë important, një diçka që për shembull kur vjen dikush me nangu, kam i pëlqy ose kam e dashur shumë, se është e pamundur mos mu angazhu ti si publik kur vjen me ngu një operë. Edhe lidhshmëria me publikun në një operë është diçka ma e veçantë, pra ajo, ndoshta fjalët jo të pafolura sikur sot këto që e kemi këtë diskutim, këtë bisedë, por përmes artit, përmes ndjenjës, kjo e bën veta. Po patjetër është normalisht publiku që vjen me pa një operë, nëse flasim për publikun normal, që vinë, për shembull, vinë njerëz që nuk është që kanë shumë njohuri për operën, ose për gjuhën italiane, që kryesisht operat i këndojmë na atë gjuhë, nuk është që publiku vjen edhe na kupton shumë duke këndu, po ekzistojnë mënyrat që, për shembull, ekzistojnë titrat në Shqip, në rastin, për marrë shembull, Gocën e Kaçanikut, operën që e patëm, edhe, do më thonë, titrat kanë qenë Shqip anash dhe publiku që e ka pa, edhe pse kemi këndu në Shqip, u kom pak problem për me na kuptu, se na njëtën kohë që këndojmë për dikën është e bërtitme, po na jena të thonë në stop fjallë, edhe të e tregu një historie me ato. Pikrisht dhe përmendet ju për doatën 17 shkurt, e keni pas një në kuadrë të Filharmonisë së Kosovës. A mundesh me na tregu pak ma shumë që shka shku pjesa organizimin, ndështë ato detajet që nuk kemi të përfshirë, dhe më thonë këtë fushë, nuk mund të mbetet t'i dim. Po, ajo, në 17 shkurt e patëm koncertin e pavarësisë me Filharmoninë e Kosovës, ku interpretuam disa vepra shumë të bukura, që një ndër to ka qenë favoritja ime, do më thonë e kompozitorit ton Valton Beqiri, që ka qenë një vepër mjaft, do më thonë një vepër mjaft të thellë, dhe pasi që kemi bisedu me kompozitorin e veprës, do më thonë profesorin Valton, a na ka tregu që është inspiru ndaj, do më thonë gjatë luftës që ka ndodhë gjitha ato senet që s'po du tash mi përmen kështu në detaje, edhe për to ka qenë pak vështirë për me shkru, për shkak që do më thonë
përmbajtja u konë shumë e thellë dhe shumë e dhimbshme. Besa edhe ne si karë që e kemi interpretu ka qenë domethënë e pamundur me interpretu dhe mos me na shku lot, sepse ka qenë një përshkrim shumë i sakt i luftës edhe i përjetimeve shumë të dhimbshme të nanave, kryesisht të Kosovës. Pra këtu në këto raste nuk mundemi mi evitu ndjenjat edhe përshirjen emocionale në performanca. Patjetër, ajo është, domethënë, ndjenja është gjithmonë prezente në kësi, sidomos në kësi drama që jenë pak ma të thella dhe ma të dhimbshme. Po, kryesisht se tash po du pak më shkput prej kësaj teme, po për shembull në operë ndjenjat janë po ashtu të njëjta, po në operë është pak ma e lehtë sepse në operë përshkruhet historia, ndoshta historia një kombit, për shembull Goca Kaçanikut është pak a shumë tematika e njëjtë, po ndjenja ka qenë e veçantë për mu si Harris me interpretu, sepse kam pas rolin e një tradhtari aty Ruzbashin, që për shembull mu si Harris, mu më pëlqen shumë i luj këto rolet që janë pak ma negative, sepse ma, domethënë rolet antagoniste të operave, sepse dyshysh unë jam shumë nice, njëtë përdeshme jam shumë djali mirë, kështu që më bjenë mi lujt do t'jem të kësi në operë. Po pra, një gjithanshmëri edhe ndoshta e qëtë vetën në i pozit tjetër, pra hullumtan kështu gjithë tregon, me thonë. Po, pa tjetër. Normalisht, na në operë duhet me bo shumë research, edhe me pa se, për shambull, nëse e knojmë një operë italiane, shambull nëse e knojmë operën që e kam kënduën e Lenotse di Figaro, martesën e Figaros, mu më ka dasht pak me hullumtu në kohën. Kryesisht u konë njëna ndër research që e kom bo, ka qenë me hullumtu në kohën që u zhvillu në ngjarja, sepse jemi të folë në kohën klasike, domethënë, jemi të folë në kohën e Mozartit, që jo çdo ecje dhe çdo veprim ka qenë i njëjtë me tash. Kështu që është e rëndësishme me shiku se çka, domethënë, në cilën kohë jemi tu interpretu. Pra kemi edhe asë detajesh, tecjesh, ndoshta të mënyrës të vizjes dorës, e cila mund me pas në ndonjë impakt, goxha ma të madh mënyrën se qysh interpretohet. Patjetër, domethënë këtu ti tregova që gjithçka është e menduar duhet me qenë e tillë sepse nuk mundesh me lujt shembull një kont ose një mbret me sjelljet e tashtit. Edhe pse ka përjashtime nëse e bojmë për shembull operën në produksion modern, që për shembull në ditët e sotshme ajo shumë po bëhet, atëherë është pak më ndryshe sepse dush më përshtat kohës tashtit. Kryesisht regjisorët e operave mirën më shumë me këto detaje që po flasëm. Pra është kështu një punë zinxhirore në fakt, edhe ndoshta perfeksionizmi këto është miku juaj kryesor, që mos më i kurrë. E vërtet, normalisht perfekt s'mundë me qenë kur, po kryesisht është një punë shumë detajzume, një punë që unë domethënë jam të folë për këtë sam, po këtu jam të arsyetu vetën, për shkak që unë mendoj që është domethënë forma ma e plotë e artit që ekziston. Cilat janë ato 3 veçoritë e operës që ty mas shumë të më thonë të lojnë drejsa shpirtnesht? Numër 1 është këndimi, për shkak që domethënë ne këngëtarët e operës, për dallim prej këtij zhanreve tjera muzikore, ne nuk përdorim amplifikatorë ose mikrofona. Domethënë ne kemi mikun tonë më të ngushtë, kemi trupin edhe zanin, domethënë na me një farforme jena atletat që pregaditëm ton kohën për maratona 2 orëshe, ndodhe 3 orëshe kanë herë. Kështu që për mendimin tam kjo edhe mjafton sepse domethënë ti tu dal me kënu me shpirtin ton, me trupin ton, edhe është një diçka që domethënë ti kime bo, edhe kime mundu me mbjetu me një farforme, sepse nuk është as pak e lehtë. Mandej seni i dytë është aktrimi, se domethënë kime hinë këpucat e dikujna që tregova, dhe kime hinë këpucat e dikujna që ka ekzistu se s'ka ekzistu hiç. Tash domethënë është një lloj studime, një lloj pune që është mjaft e thellë për këtë sen. Mandej seni i tretë që më duket interesant është s'po di, kryesisht me bo muzikë me kolekt, me bo muzikë me shiju që atë moment që ajna të e bo, edhe është një diçka shumë e bukur. Kryesisht ka fundi operave,
është qaj momenti që mund është me shiju pak ma shumë, sepse do më të gjaton operës, ndoshta je shumë i fokusum, sa që edhe harron që dush pak aden mu relaksu edhe me shiju qaj të bo. Cili është momenti i preferuar prej fillimit pra përgatitjes një operës deri sa të përfundon? Momenti preferuar është kryesisht fillimi i studimit në rolit, sepse domethënë kime bo research, kime lexu muzikën, kime mundu me gjetë që ato që mund është me bo pak ma ndryshe se shembull një këngëtar tjetër, sepse një rol e këndojmë kryesisht për baritona, krejt baritona ndodhë që e këndojnë të njëjtin rol, po tash është interesanti me gjetë diçka ma ndryshe që mund është me pru të publiku ose të njerëzit që të ngojnë, është një studim shumë i veçantë. Po ashtu më bën përshtypje edhe kostumografia në fakt për në këtë pjesën e koncerteve të operës, sepse e shohim, pra është në koma përpara, edhe e rikthesh, pra duket se hyn një botë tjetër kur e shah. Po pa tjetër është, do më thonë është një ndjenje pa përshkrueshme është me hinë qatë kostum, sepse do më thonë, unë menoj që në momentin që hynë qatë kostum, mo veç shme thonë e ke vesh qatë rol, edhe është diçka shumë e vështirë mos mu mishëru me qatë sen. Do me thonë, kostumografia është një diçka shumë ekstreme rëndësishme në operë, sepse je në teshat e dikujna tjetër. Pra dhe jo në rolin kështu duke këndu, edhe gjithmonë, pra e kitë ekipi është i fokusum në ato, krejt janë do më thonë këpucat që të tërkojt. Më shumë interesante, sepse normalisht do më thonë, jetu e bo një diçka që jetu e dasht në fundit, adin, edhe krejt janë, do më thënë, për njerës që janë pak ma drama queen ose drama kings, adin, është shumë interesant sepse krejt e kam fokusin të ti dhe mundon me të bo sa ma të veçantë për me dalë me performu, adin është make-upi, teshat, në thash 100 sene. A ke pas emocionin të është në fillim, kur janë kohë një ndër konceptet të para? Kom pas shumë emocione, mirë po emocionet mu kanë hekë në momentin që kom dalë me këndu operën tem të parë. Për shkak që me këndu në koncert, kanë erdin mu kom pak bajat, sepse, do me thonë, ne normalisht edhe si studentat të këndimin në Kosovë, jena mësu me dalë me kënu para pianos, që shtu drejt, me thonë, pa lëviz, pa kur gjo, edhe ajo automatikisht ty të streson. Mirë po, kur dalë me këndu në operë, je dyshush ma free, je ma libero, you can do whatever you want. Edhe që ajo pak mu shambullum kanë ndihmu në operë, sepse koncertet e para që i këm pas me piano, në thonë shpirti mu ka dridh për i tutës ka njerë, sepse është vetë qashtu setupi pak i sikletshëm, po kur del në operë, dyshush e ki krejt tënat publik për para, dhe dyshush veç stanin, unë e prap jem të folë, unë e qysh e shoh, po për tjerë nuk e di. Tregona pak për operën e parë. Opera e me parë ka qenë La Traviata, që do me thonë ka qenë opera, faktikisht nuk ka qenë opera e parë e operës së Kosovës, ka qenë opera e dytë, sepse para du me cekë që ka qenë Carmeni para 50 vitesh, që është shumë një diçka interesante. Në Traviata kam kënu rolin e doktorit, doktor Grenville, ku edhe kam do skenën me Besa Lugisin sopranon, Gzim Jushketën baritonin, që të dytë këta i kam miq edhe koleg. Besa besën e kam pas edhe profesorish një kohë gjatë në fakultet. Edhe ka qenë një ndjenjë ekstrem e bukur, një ndjenjë që nuk mëj me përshkru, me përformu karakterin e super artistave. Mandej, mas Traviatës, opera tjera kanë qenë shumë ma easy, edhe kanë qenë shumë ma të relaksume. A më nëshme në tregun të shta reagimet e para që i ke pas operës parë, komentet, ndërsta edhe kritikat? Pas operës parë, në operën e parë i kom pas gjitha komentet shumë të mira, që ato komentet mira normalisht më kanë shty për me ecë ma për para. Mirë po, se di, komentet zakonisht jenë gjithmonë të mira, mirë po kur jeme një publik, ndoshta ose me një audiencë pak ma internacionale, komentet din me qenë ma kritikuse, që ndoshta ato din me qenë shërbimin tënd, ose jo, për tash, one nuk është që kom marrë nëjë kritik të keqe ose diçka të tillë, deri sot. Kështu që Kjo po besoj është për shkak të para përgatitjes, kështu intenzive, mujna me thonë.
Po, plotësisht. Ju e keni pasur një koncert në Vjenë. Po, Kjo internacionalja, kështu e parë që përshkojnë anë drejtem. Po, do më thonë, në Vjenë, unë do më thonë e kam fitu audicionin për rolin e kontit të Lenoce di Figaro, mirë po edhe pse unë kam apliku për një rol ndoshta ma të vogël edhe ma komik, po roli kontit ka qenë një ëndër për mu, sepse ka qenë një ndër rolet ma favorite që i kam dej sot, edhe kam pas fatin me performu në Vjenë, ka qenë në kuadër të Prague Summer Nights, do më thonë festivali Pragës, edhe është mbajt në Vjenë, ka qenë, dirigenti ka qenë John Nardillo, edhe Josh Mayer ka qenë regjisori. Kryesisht ka qenë, do më thonë, një ndër gigave, ose të themi koncerteve, shfaqeve, ma të suksesshme dhe ma të që menzi i kam prit me ndodhë të karrierës time. Kështu që tjera tash veç po vinë. Duke marrë parasysh që me të vërtet ka qenë një hap i madh, dhe ky ndryshimi i rolit ka qenë pak kështu surprizues, por po besoj që i pas ka dalë juve goxha ma mirë. Po, plotësisht, ajo ka qenë se unë do më thonë kam apliku për rolin e Papagenos, që falim edhe ma herët nëse të kujtohet. Po. Ajo ka qenë e flautit magjik. Mirë po, oferta që mu ka ofru e kontit ka qenë diçka shumë e mirë edhe normalisht që e kom marrë shumë nga të zemrës atë rol. Edhe më pëlqenë sepse të bjen mi lujt disa ngjyra të ndryshme të karakterit të kontit, që nuk është sikur Papagenon, edhe ai është një rol kompleks, mirë po konti për mendimin tam është një rol shumë ma i bukur edhe shumë një ndër rolet favorite të baritonave, kështu që se di që a mëj me thonë ma shumë për kontin. A mundesh me na bu kështu si një mini performansë apo një mini shfaqje? Po mëj me këndu diçka. Mëj me këndu Kore Ingrato. Katari, perché me dicesti parole amare, perché me parli un cuore me turmiente, Katari. Non te scurda, cattagio date core, Katari, non te scurdar. Katari, che menia dicere, stu parlo commedia spasame. Tu non c'è pienze, stu dolore mie, tu non c'è pienze, tu non te ne cure. Të të nëmbyllë me që. Okej. Shumë ke bukur edhe me të vërtet, me pas kështu në gjitha hapësirë ka qofër, edhe me të vërtet kë mikrofoni juve nuk për ju duf ka heq. Nuk na vinë. Heq. As pak. Po normalisht, se pe lidhe që tem pak, normalisht me kushtet e Kosovës që nuk e kemi një salë shumë adekuate, edhe nevoja për mikrofona shumë e madhe, për shkak që s'kemi akustik, s'kemi rrethana as pak mira, na vynë qatë ras mikrofona, po për ndryshe që për shpresoj që bëhet ma shpejt salla e operës, edhe s'kena nevoj për ta, kështu që. A keni po ndoshta ndonjë përmirësim gjatë viteve, të kushteve? Jo, alla me thonë drejtën, sepse s'po du me t'inglu as pak negativ, mirë po kushtet janë që ato që janë konë të njetën, adin. Edhe na, si Filharmonia e Kosovës, punojna që 20 vjetë me një objekt ekstrem të papërshtatshëm, shfaqet i majna me një salë ku nuk ka shumë akustik, dhe nevoja për mikrofona është gjithmonë e madhe, kështu që se di, po presim që sa vite për operë, edhe po vazhdojna me prit, të shohim qa po bëhet. Sa menoni që vlerësohet realisht opera në Kosovë? Unë menoj që vlerësohet shumë, për shkak që normalisht tash njerëzit nuk është që e ngojnë për qefte na operën, po e kom vrejt në koncertet të Filharmonisë edhe të operës, do me thonë publiku është gjithmonë i pranishëm edhe gjithmonë tregon interes shumë të madh.
Domethënë sallat mbushen gjithmonë full me njerëz, edhe është shumë e vështirë me gjetë bileta ka njerëz, sepse në momentin që domethënë shitën faktikisht ato nuk shitën, po me rezervimin e biletave me njerë ditën e 2-3 është problem me gjetë rezervim, për që ato menoj që është interesimi shumë i madh. Mirë po, menoj që edhe na si Kosovë e kena lead që atë mënyrë që me ardhë qëto ku është, sepse ne jemi qendra e shumë festivaleve të operës, shumë jena qendër e interesit ndaj njerëzve internacional dhe profesional të operës. Sepse po na shohin që s'kemi operë, ka pak për ju dhimëm, edhe në ka pak për në animojnë, kështu që prapë nuk jena me një pozitë shumë të keqe si shtetë. Të marrë parasysh edhe vullnetin tuaj, se në fakt gjithë filharmonia, e cila funksionon si një forcë kështu united, do me thonë, edhe dashnia për artin, këto e mbonë gjithmonë gjallë këtë pjesë. Po, fix. Dhe ishta më fokusu të rutina juaj, kështu sepse jo përmendet edhe baterit, pra në kohë të lirë, kështu si duket ajo rutina juaj. Të marrë parasysh që nuk është kështu një punë ditore, ndoshta vetëm një orari punës, por ki para përgatitje, ki shfaqje, koncerte, dhe ndoshta këtu organizimi i kohës është gjëja kyçe. Po, pa tjetër është. Normalisht, unë e kam punën në filharmoni, që nuk është një punë me një orar shumë gjatë. Mirë po, puna e më e madhe është, behind the curtains që thojnë, sepse unë e pregadit nga vokalisht për çdo ditë gatim. Domethënë që thashë edhe më herët ne jena atleta, që nuk është veç kur t'japet një mundësi që ti që atëherë me anis më pregadit, po është mirë mi nejt vetës gati sa ma shumë. Edhe kur vjen mundësia, ma ndi ti veç i e gati. Rutina em kryesisht konsiston me ushtrime fizike edhe vokale, po ashtu edhe se tash adin të ubo shumë ashtu, po basically është edhe ushqimit i rigati edhe që të thash edhe ma herët. Nuk është që pi cigare, nuk është që abuzojmë alkohol. Do me thonë mushkrit e tua janë organi ma i fort. Alon kese janë, do me thonë. Atër, Arës, falenderit shumë që ishte sot në studio. Edhe po besoj keni kalu mirë. Shumë nice. Falenderit edhe ty shumë për ftesën. Dashur shikues, ka që kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.